Pa shumë të irrituar me policat. Po shumë fare, sa vjeç je? 67. Po ke mosh për protest? Po mund të të bjerë tensioni, Kam mosh se o shoku. Kam mosh se o kam tokën teme këtu. Edhe mos e pash kush e ka tokën vetë, do të pas shpirtin e zemrën dhe toka atyne. Po energji ma shumë se këtë beson. O jam shumë i revoltuar, ju falenderit juve, si studje që keni ardhur këtu, si mercenëja. Ne vim të dëgjojmë zërin tuaj, zërin e popullit. Pa Ju filtra, pa faleminderit censur. shumë dhe shumë për ju, jam shumë i revoltuar. Shikoj të punu atje, zemra në apelset. Në forës nuk kena se hahori që janë shtë. E të mërojt këta. Kë nuk është shtetë, i bathire shtetit. Mos e që këtë popull në luftë civile, në revolte ka qua, mos e që më vra vlan me vlan. Jepi mallin atina që i takon, me dokumentat të rregullta, me letat të rregullta. E jo me një gju horin e të poshtmin që i ban dokumenta falsa këto. Mos ta shajmë se nuk e kemi këtu personin. Dakor. Jo, mos ta shajmë, mos ta ofendojmë. Nuk jam të ofendua. Nuk jam të ofendua. Jam të ballafaqohet më shumë. Vëllai jam prek molla, që njojnë ta. Ka dalë të në studiet televizive të Shqipërisë me gjitha dokumenta reale dhe të vërteta, të freskëta. Ai nuk ta ka një dokument më shoku jam. Këto shtëpiat vjetra, nuk din me ta thoni fjalë për i këtë vend. Jo, kam i këtë e kam ata, ai nuk din gjë. Ne i dim të tana gjitha. Qire, keni shtëpi vjetër që e filmoj po? Hajde kella 2 tira aty. Po dëshoj. Prapi ke rresht. Të gjitha i ke. Ai thot janë fëmijët ato dy. Ai mund thonë kam ata në rrjollin temin. Mund thonë çfarë donej. Ai goja është gjatë tulit edhe jep si mundet ai. Por të vërtetat janë të tonat. Që malli është, këto dalam kryet, dalam shpirtin, dalam zemrën se ato që na kanë gjyshit tan. Ata kanë dek, do ta marrim la. Na do lëm jetën tonë. Me tani këtë popull. Ju faleminderit. Faleminderit. Ka ndonjë të ri që do na flasi të ri? Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. E di pse e kërkoj të ri unë gjithmonë në çdo emision. Refreni i kryeministrit që nga 2014 i është drejtuar gjithmonë refugjatëve, mos rrini më të lani pjatat e shtëpitë e botës. Po. Ja, të lutem, me që e kemi këto. Ktheuni në Shqipëri, investoni, hapni bujtina. Po, realisht kështu ka thonë. Ju i ka thonë ajo? I ka thonë realisht. Edhe thënjet janë të bukura. I ka thonë kryeministri. Më ka thonë edhe baba jem. Më ka thonë birë. Mos i merr rrugë të gurbetit, se të parë tonë na kanë lënë tokën i tonë. Ka marrë dita që ta gëzojmë. Edhe mos ta gëzoj vetëm vetë, po të gëzoj edhe uladin të mbrim to. Mos të marrin rrugë të gurbetit. Sot vim tokat tona. Zajm to, polic, si me kanë të luft. Na marrin na çojnë për shtelmash në polici, këto vazhdon punimet. Si është e drejta? Ulem me hangër buk me babën tem, në tavolinë. Nuk ka ftyrë me më këshyrë në sy të ballit, se e shesa qa më ka bon, si s'më kalon mikë për këto. Por kjo, zonë që përnohë sët, do të mrodhet, edhe do të mrodhet me gjak, sepse na nuk e lëshojmë deri si të desim. Edhe o bajë thire tonë rinis, qa janë, ku janë e sis janë, të vinë, edhe të mrojnë projnën e vetë. Se sot është ralla jonë, nesër e ka e tjetër. Por, të bana të tonë bashk, edhe mos të lamë të na marrin tokat e të parve tonë, por t'i gëzojnë i Zoti. Faleminderit. Ka s'kisha unë për vetin. Faleminderit. Dhe me këto fjalë trishta të këtij djalit të ri, do ta mbyllim emisionin. Fol nuk ka qëllim të nxjisë urrëtie. Fol ka qëllim të paralajmëroj një të keqe që duket në horizont. Të keqe kanë kuptuar gjithë shqiptarët që po ndodh. Por pa kush ka guximin ta thotë hapur. Dhe nëse e lëm plagën të maiset dhe i vëm një likoplas sipër, ajo nuk shërohet. Thjesht do infektoj gjithë trupin. Ndaj, zoti kryeministër, jo vetëm për rrjollin, po për gjithë Shqipërinë, kudo ku ka konflikte të ndezura sot, qoftë nga paketa e maleve, qoftë nga paketat të tjera të tipit investitori strategjik apo ato turistik, duhen dhënë zgjidhje, sepse konflikti është i hapur. A ndodh sot, a ndodh mas një muaji, a ndodh mas një viti, është vetëm çështje kohe. Por përgjegjësia do jetë mbi ju. Ky ishte emisioni Fol, emisioni dytë nga Rrjolli Miq me banorët e Baks Rrjollit. Emisioni radhës do jemi kudo në Shqipëri, ku ka shqiptar të ndeshëm, kudo që duan të flasin, duan të dëgjojnë pa filtra, pa censurë. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë. Faleminderit.